Goditet një rast në fushën e kontrabandës së mallrave. Tregtoni në Vlorë, mallra që dyshohet se i kontrabandonin nga Italia. Vjet në pranga 53 vjeçari, procedohet penalisht djali i tij. 53 vjeçari u kap në flagrancë duke transportuar medikamente mjekësore të dyshuara të kontrabanduara nga Italia. Sekuestrohen medikamentet. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare të DVP Vlorë, si rezultat i kontrolleve intensive dhe i verifikimeve të kryera në subjekte të ndryshme, me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të palishme, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë goditur një rast të tregtimit të mallrave të kontrabanduara. Në vijim të veprimeve për këtë rast, u arrestua shtetasi PC, 53 vjeç, dhe nisi procedimi penal për djalin e tij, shtetasin DC, 26 vjeç, të dy banues në Vlorë. Shtetasi PC u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë mbrëmjen e djeshme, duke transportuar me automjet mallra, medikamente mjekësore dhe celular të dyshuar të kontrabanduara nga Italia. Vijojnë hetimet për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve dhe identifikimin e shtetasve të tjerë, të cilët mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurali u referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.